Haleluja, paqja dhe iri i Perëndis qofshin me ne të gjithë, vëllezër, motra dhe të gjithë juve që do të shikoni këtë video. Lavdia në të Perëndis, japim gjithmonë lavdi Perëndis tonë, Atit tonë të dashur që, haleluja, na dha mundësinë që të mund të pajtohemi me të nëpërmjet birit të tij të vetëm lindur, Jezus Krishtit, haleluja. Atij qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Doja me hirin e Zotit që të trajtoja një temë sot, që Zoti ma ka vendosur në zemër ka disa kohë, edhe të mundoheshim me hirin e Perëndis të japim pak dritë, domethënë mbi këtë temë kaq të rëndësishme, kaq jetike, domethënë për jetën e krishterë, domethënë që është lindja sërish. Edhe nuk dua të humbas kohë, menjëherë do të shkojmë të lexojmë një brano, një pjesë të Biblës, domethënë që është e shkruar te Ungjillit, posaçërisht tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, domethënë është pjesa njëna kapitujt më të famshëm tashmë që është marrë në konsideracion, është marrë në konsiderat, domethënë nga predikuesit, nga të gjithë ata që flasin nga ana e Perëndis. Por doja që me hirin e Zotit të shikonim disa hollësira, domethënë që Bibla na dëshmon edhe na tregon, domethënë për arsyeën, domethënë sepse gjithmonë kur ne bëjmë diçka, domethënë ka një arsye, ka një qëllim. Qëllimi është gjithmonë për ekzortacionin, për inkurajimin, për nxitjen, domethënë e kishës të jetojë një jetë të shenjtë. Domethënë nuk është një jetë e çuditshme, nuk është një jetë e huaj, është një jetë e përditshme që çdo biri i Perëndis është i thirrur të jetojë nga ana e Perëndis tonë. Haleluja. Mirë, le të lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 3, një dialog që ndodh midis Jezusit, mësuesit ton, edhe një fariseu me emrin Nikodem, mësues i ligjit, studiues i ligjit të Mojsiut, domethënë një fjalës së Perëndis të asaj kohe. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krej judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: "Mësues, ne e dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që ti bën nëse Perëndia nuk është me të." Jezusi ju përgjigj dhe tha: "Në të vërtet, po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndis." Nikodemi i tha: "Po si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë?" Jezusi ju përgjigj: Në të vërtet, po të them, se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka ka lindur nga mishi është mish, por çka ka lindur nga fryma është mish. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era frymku të doj dhe tia dëgjon zërin, por nuk e di as nga vjen e as ku po shkon. Kështu është çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi ju përgjigj dhe i tha: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Jezusi, duke ju përgjigjur, i tha: "Ti je mësuesi i Izraelit, nuk i ditë ke ti këto gjëra? Në të vërtet po të them, se ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që pam, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Nëse ju fola për gjërat toksore dhe ju nuk besoni, si do të më besoni nëse ju flas për gjërat qiellore?" Amen. Amen. Fjalës së Perëndis, deri këtu do të lexoja deri në vargun 12. Edhe kjo, domethënë, ky shkrim na tregon të vetmen rrugë që ka parashtruar Krishti për të mund të futur në mbretërinë e qiellit. E vetmja rrugë, domethënë. Haleluja, që të lindës sërish. Kush nuk lind sërish, thot, nuk mund të shikojë mbretërinë e Perëndis. Kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Do të thotë që çdo rrugë tjetër është e gabuar.
Do me thënë, me pak fjalë nuk kemi as çati shtojmë, as ta lustrojmë. Çdo rrugë tjetër është e gabuar, përveç se të lindurit sërish. Tashi, ajo që kisha në zemër të ndaja me ju është pikërisht kjo temë. Të lindurit sërish është krijuar në përgjithësi një kontekst pak i gabuar për lindjen sërish. Sepse teorikisht që të gjithë pranojmë domethënë lindjen sërish, po praktikisht të gjithë kanë vështirësi ta jetojnë. Edhe sot, me hirin e Zotit dua që të shpjegoja diçka nga ana edhe nga udhëheqja e frymës së shenjtë. Natyrisht nuk kam asnjë gjë timen, mbretëria e qiellit nuk është e imja, haleluja, në kontekstin që t'ju adhuroj juve, mbretëria e qiellit është e Perëndis, është e imja për shkakun e besimit tim, sepse premtimi që më është dhënë do më çojë një ditë atje, edhe unë e shpresoj me gjithë shpirtin tim, por që nuk është e imja si pronësi që t'ju jap juve. Kështu që mbretëria e qiellit, haleluja, është në duart edhe në pushtetin e Perëndis. Prandaj doja të analizoja pak mollësisht punën e të lindurit sërish. Sepse ndoshta shumë njerëz, domethënë besojnë se kanë lindur sërish, por faktikisht kur përballemi me fjalën e Perëndis me shkrimin, shikojmë që gjërat janë të kundërta. Shumë njerëz pohojnë me gojën e tyre që janë të lindur sërish, por kur vjen në momenti që të demonstrojmë, që të dëshmojmë për lindjen sërish, nuk arrin që të dëshmojnë të kundërtën. Kështu që do të thotë që a ka ndodhur me të vërtet kjo lindje sërish, ose më mirë, cili është fryti i një njeriu që lind sërish? Le të lexojmë në shkrim, domethënë, haleluja. Do të shkoj me njëherë në një shkrim që është shumë i fortë, që jo të gjithë e pëlqejnë të lloj shkrimi, të pjesë të Biblës, që është nga fundi, letra e parë e Gjonit, ose doja të thoja më mirë, më specifikisht që shumë pëlqejnë vetëm kapitullin e parë të letrës së Gjonit. Letra e parë e Gjonit pëlqejnë vetëm kapitullin e parë dhe vargun e parë të kapitullit të dytë. Por çfarë thuhet më tej, shumë njerëz ndoshta edhe pa dashje e injorojnë. Nuk dua të futem në gjykim, sepse çdo njeri pastaj do të jetë përgjegjës për veten e vet përpara Perëndis. Por doja të lexoja direkt në kapitullin e 3 të letra e parë e Gjonit, se çfarë thuhet për të lindurin sërish. Kush ka lindur sërish? Haleluja. Nuk është Arbeni që po flet fjala e Perëndis, flet shkrimi. Edhe natyrisht që asnjë lloj njeriu, domethënë, nuk mund të mposhti atë që thot shkrimi, apo të kundërshtojë atë që thot shkrimi, sepse ne nuk jemi thirrur as të kundërshtojmë, as të replikojmë, nuk jemi thirrur as të keq interpretojmë, po jemi thirrur të lexojmë, të përvetsojmë, të bindemi, ta jetojmë, ta dëshmojmë, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të shohin sepse Perëndia është i gjallë dhe veprues edhe këtu, në këta trupa të vdekshëm. Edhe këtu në këta trupa të vdekshëm, Perëndia ka derdhur pushtetin dhe fuqinë e tij, edhe me të gjitha mënyrat Perëndia do ta dëshmojë këtë gjë. Haleluja. Sepse shkrimi mbështet në një varg, thuhet që të gjithë krijesa pret me padurim manifestimin e bijve të Perëndis. Cili është motivi? Për çfarë motivi bota pret manifestimin e bijve të Perëndis? Kush janë bijtë e Perëndis? Haleluja. Natyrisht shkrimi na dëshmon për shkak të linjës së mësimit, domethënë, sepse shumë njerëz në mënyrë të cekët, si përfaqësore thotë, është shkruar kështu këtu. Është shkruar kështu. Jo, linja e mësimit, haleluja, na dëshmon që të gjithë ata që janë lindur sërish nga ujë dhe nga fryma, u quajtën bijtë të Perëndis. Doja të lexoja, siç thash, tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 3. Janë disa vargje. Haleluja. Fillojmë që nga vargu 3. Kapitulli 3, vargu 3. Dhe kushdo që ka këtë shpresë në të, le ta pastroj veten siç është i pastër ai. Kush bën mëkat, bën shkelje të ligjit, dhe mëkati është shkelje e ligjit.
dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona dhe në të nuk ka mëkat. Doja të ndaloja vetëm pak sekonda. Në Jezus Krishtin, ku shkoi në kryq, ishte mëkati i të gjithë botës, të gjithë njerëzimit. Haleluja. Falenderojmë Perëndin për këtë. Sepse nëse nuk do të ngarkoj ky mëkat mbi shpatullat e Krishtit, ne do të ishim pa shpresë. Ne do të ishim direkt të destinuar në humbje eterna, në liçenin e zjarrit. Po lavdia qoftë Perëndis që dërgoi Krishtin dhe mbarti gjithë mëkatin e botës mbi shpatullat e vet. Por kur ai u ringjall ditën e tretë, haleluja, u ringjall pa mëkat. Ringjallja, vëllezër dhe miq të dashur, shënon lindjen sërish. Domethënë, ne sot nuk po ringjallemi se nuk po vdesim fizikisht, haleluja, po frymërisht ne kemi vdekur, edhe kur frymërisht ne besojmë në veprën e fuqishme edhe të vetme që kreu Krishti në kryq, ne marrim të njëjtë ringjallje, sepse nëse kemi vdekur, thot shkrimi, në të njëjtën vdekje si e tija, do të ringjallemi në të njëjtë ringjallje si e tija. Domethënë ne vdesim për mëkatin, haleluja, ashtu siç Krishti e çoi mëkatin në vdekje, trupin e mëkatit, thot shkrimi, edhe u ngjall në risinë e jetës. Lavdi emrit të Perëndis, kështu që ringjallja e Krishtit shënon për epokën ton lindjen sërish. Kush është lindur sërish do të thotë që është ringjallur pa mëkat. Nuk është filozofi, nuk është teologji, është shkrim, është i shkruar, që të gjithë ne, unë e kam në dorë, ti e ke në dorë, të gjithë ata që kanë dëshirë mund ta kenë në dorë, kështu që asnjëri nuk është justifikuar për sa i përket këtij aspekti. Thot, kushdo që ka shpresë në të, ta pastroj veten, kush bën mëkat, bën shkelje të ligjit, dhe mëkati është shkelje e ligjit, dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona, dhe në të nuk ka mëkat. Kush qëndron në të, nuk mëkaton. Kush mëkaton, nuk e ka parë dhe nuk e ka njohur. Do të ecim më poshtë. Vargu 9, haleluja, do të thotë, kush lindi nga Perëndia, sepse sot tema pikërisht është kjo, lindja sërish, kush lind nga Perëndia nuk kryen mëkat. Sepse fara e Perëndis qëndron në të dhe nuk mund të mëkatoj sepse lindi nga Perëndia. I kemi haruar këto vargje, i kemi hequr nga fjalori jon i përditshëm, nga këshilla që ne duhet të japim njëri tjetrit, a i kemi haruar këto vargje që thot shkrimi, nga mësimi që ne duhet t'ju japim kishës, nga mësimi që ne duhet t'ju japim besimtarve, i kemi hequr këto vargje nga vokabularja, nga fjalori ynë, që nuk dëgjohen më. Ka vite që unë nuk dëgjoj më. Do të thotë që nuk është se duhet per force, oppure pa tjetër t'i dëgjoj unë këto gjëra. Duhet t'i dëgjoj kisha, haleluja. Sepse nëse kisha akoma nuk ka njohur që në Krishtin jemi për të pa mëkat, kisha ka për të ndënjur në mëkat. Nëse kisha akoma nuk ka njohur që në Krishtin ne jemi më shumë se fitimtar, allora kisha ka për të jetuar në dobësi. Ka për të jetuar në rënje të vazhdueshme, në mëkat të vazhdueshëm. Nëse kisha nuk e ka njohur akoma që thot kush qëndron në Krishtin nuk mëkaton, kush mëkaton nuk e ka parë dhe nuk e ka njohur. Apo si shkrova unë vallë këto vargje? Jo, i ka shkruar fryma e Perëndis, halleluja. Kush kryen mëkat thot është nga djalli, sepse djalli mëkatoi që prej fillimit, prandaj është shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Halleluja. Vendoseni vëmendjen shumë seriozisht në këto vargje që po lexojmë, sepse të përkasin drejt për drejt tyja. Pastaj do të shikojmë pse them që të përkasin drejt për drejt, sepse vetë besimtarët janë ata që pohojnë akoma me gojën e tyre, që janë mëkatarë. Vetë besimtarët janë ata që pohojnë me gojën e tyre, që natyra e mishitje tonë akoma brenda nesh, se ndryshe nuk ka mundësi që si ta shpjegojmë pse ne mëkatojmë, po ka një shpjegim. Haleluja, dhe shkrimi do të na i tregoj. Ka një shpjegim. Po e them me njëherë që të mos
mos mundohemi shumë për të filozofuar. Duhet të lindim sërish. Duhet të lindim sërish nga ujë dhe nga fryma. Kush lindi nga ke Perëndia, thot, e ruan veten të pastër si që është i pastër ai. Kush lind nga Perëndia, thot, haleluja, nuk bën mëkat, sepse mëkati është kelja e ligjit. Haleluja. Ne themi, dëshmojmë, pohojmë shumë afirmime për sa i përket, do me thënë, deklaratave që janë bërë në Bibël, ato thënjet fitimtare. Jemi më shumë se fitimtar në Krishtin. Në çfarë lloj mënyre jemi më shumë se fitimtar në Krishtin? Çfarë kemi fituar në Krishtin? Haleluja. Thot, kush lind nga Perëndia nuk kryen mëkat, sepse fara e Perëndisë është në të dhe nuk mund të mëkatoj sepse ka lindur nga Perëndia. Do të thot që po ta shikojmë mollësisht, do të thot që edhe sikur unë të dua të mëkatoj, nuk arri dot të mëkatoj sepse kam lindur nga Perëndia. Haleluja. Nuk është vepër njerëzore. Lindja sërish nuk është vepër njerëzore. Haleluja. Prandaj Jezusi i shpjegoi atij mësuesit të ligjit, Nikodemit, që tha, nuk ka nevojë që ti të futesh përsëri në barkun e nënës tënde, edhe të dalësh një bebe i vogël përsëri, që të quhesh i lindur sërish. Ti duhet të besosh në premtimin, në veprën e kryqit, që është hapi fillestar, do me thënë. Duhet të besosh, haleluja, në premtimin e përjetshëm, në premtimin e jetës së përjetshme, haleluja, por na duhet një hap tjetër që të mund të jemi të qëndrueshëm në këtë lloj premtimi edhe në këtë lloj besimi që erdhi në zemrën tonë. Na duhet ringjallja. Pa ringjalljen, as Krishti s'do kishte deklaruar fitore pa ringjallje. Po vetë Jezus Krishti deklaroi fitore ndaj djallit, edhe i thot, o djall, ku është fitoria jote? Ti nuk mundet të më mbaje në vdekje. Do të thotë që ti nuk munde të më mbaje të ngarkuar me gjithë mëkatet që unë ngarkova. Haleluja. Ti vllai i dashur dhe motre e dashur, ku bazohesh për ringjalljen tënde? Në cilën doktrinë, do me thënë, bazohet ringjallja jote, sepse doktrina e pastër dhe e vetme, që është fjala e Perëndisë, na dëshmon që ata që kanë lindur nga Perëndia e ruajnë veten, haleluja. Do të thotë që nga të aftë ata të ruajnë veten, edhe djalli nuk i prek ata. Lavdi emrit të Perëndisë, edhe unë do ta bërtas me sa zë të kem, haleluja. Po, ne mund ta ruajmë veten, ti mund ta ruash veten, haleluja. Tani, pse ti nuk arrin ta ruash veten, mund të jenë arsye edhe faktor të ndryshëm. Mënyra e predikimit se si të është dhënë, të doktrina që të është ngulur në mendje, haleluja, për shumë vjet me radhë, sepse lavdi Krishtit na ka dhënë mësues, na ka dhënë doktor, na ka dhënë profet, na ka dhënë pastor, por na ka dhënë mbi të gjitha fjalën e Perëndisë, haleluja, që ne çdo gjë ta ballafaqojmë me fjalën e Zotit, haleluja. Kemi arritur në këtë pjesë të Biblës apo akoma nuk kemi arritur tek letra e parë e Gjonit? Kemi arritur te kapitulli 3 apo kemi ngel akoma te kapitulli i parë? Haleluja. Që të justifikojmë dobësitë tona, që të justifikojmë mënyrën e jetesës se si ne kemi zgjedhur të jetojmë. Lavdi emrit të Perëndisë. Thot, kush kryen mëkat është nga djalli. Prandaj djalli mëkatoi prej findimit, prandaj është shfaqur biri i Perëndisë për të shkatruar veprat e djallit. Haleluja. Ai shkatroi Krishti veprat e djallit në jetën tënde? Ai i shkatroi Krishti apo nuk i shkatroi? Haleluja. Pse thua akoma që je një mëkatar? Pse thua akoma që brenda teje jeton natyra e mëkatit? Haleluja. Shiko si thot. Të lexojmë akoma te kapitulli 5, po te letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargjet nga 18 deri në 20. Haleluja. Lavdi emrit tënd të shenjtë, o Perëndi. Ne e dim, thot. Ne e dim. Këta që ka shkruar, Gjoni që ka shkruar këtë letërën, po thot, ne e dim, ne kush? Kush janë këta mbrapa Gjonit, apo njësoj si Gjoni, apo të njëjtët persona që mendojnë njësoj si Gjoni, kanë të njëjtën të folur, të njëjtën të menduar, kanë të njëjtën udhëheqje, të njëjtën frymë, domethënë. Kush janë këta? Të gjithë apostujt, të gjithë ata që me të vërtet besuan me gjithë zemër në veprën e kryqit, haleluja,
në veprën e mrekullueshme të kryqit, thot, ne e dim se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton. Mund të shkojmë të kapemi tek defektet e përkthimit, siç të gjithë po mundohen në ditët e sotme, haleluja, edhe më jep një dhimbje shumë të madhe kjo arsye, ky motiv, domethënë që edhe predikues, edhe pastor, edhe të gjithë njerëzit mundohen, jo, po nuk është kështu. Jo, nuk është kështu. Në Biblën time është shkruar kështu. Kjo thot që kush nuk vazhdon të qëndroj në mëkat, haleluja. Jo, kjo është një rën e djallit, nuk mund, ai që ka lindur sërish nuk mund të jetoj në mëkat të vazhdueshëm. Kështu që e ekskludojmë këtë lloj mundësie për të justifikuar. Do të ekskludojmë sepse ata që kanë lindur sërish nga Perëndia nuk mund, kanë marrë faljen, kanë marrë larjen e gjakut, nga gjaku i Krishtit, nuk mund të jetojnë në mëkat. Nëse unë isha një kurvar apo një ajdut apo një çfarë do qoftë në jetën e vjetëve, tani që unë jam larë me gjakun e Krishtit, nuk mund të jem më i njëjti. Nuk mund të jem më një kurvar, një ajdut apo kushdo qoftë. Sepse vepra nuk është për fuqinë time. Është për, haleluja, lavdinë e Krishtit që e bëri veprën. Unë thjesht vendosa zemrën time në duart e Perëndis. I thash që unë besoj në këtë vepër që Krishti ka bërë. Unë besoj që Krishti vdiq në kryq për mëkatet e mia. Haleluja. Perëndia e kompletoi veprën. Në rregull që nëse ti beson, atëre unë të fal të gjithë shka që ki ke bërë. Por ka një rrugë për të marrë falje. Do shkosh në kryq. Sepse ne nuk na interesonte thjesht falja e mëkateve, e veprimeve apo e aksioneve të gabuara që ne kishim bërë, pa vdekur prodhimi, ai që prodhonte vazhdimisht mëkat. Njeriu i mëkatit e quan Bibla. Kështu që Krishti u desh ta çonte në kryq identitetin tënd të vjetër, personalitetin tënd të vjetër, personin e vjetër që u dhiqte këtë karkasën. Ne dim që trupi ynë i jashtëm, kjo që ne shikojmë tash me njëri tjetrin, nuk është asnjë gjë tjetër veç se një en, thot, prej balte, thot fjala e Perëndis, që çon brenda personin e vërtet, krijesën e vërtet të Perëndis, haleluja, sepse ne dim që fryma e Perëndis është ajo që e bën të lëvizë këtë karkasë. Nëse s'ishte fryma e Perëndis, nëse Perëndia nuk do frynte në flegrat e hundës së Adamit, frymë jetë, ai do të ngelte po ashtu një sagom pluri, një forum njeriu po e pa jetë. Prandaj edhe Perëndia në fjalë thotë që trupi do t'i kthehet plurit, sepse nga pluri ka dalë, edhe shpirti do t'i kthehet Perëndis. Fryma do të kthehet nga ai që ka dalë. Kështu që miq të dashur, edhe vëllezër, haleluja, dua që me të vërtet të arrijë ky mesazh në thellësinë e zemrës të çdo njërit prej jush, sepse duhet të meditojmë seriozisht për këtë temë. Për lindjen sërish, haleluja. Natyrisht mbaroj edhe leximin e këtyre vargjeve, edhe shohim aspektin e lindjes sërish, siç është sipas urdhrit të krijimit të Zotit, se si ndodh lindja sërish. Haleluja. Lexojmë pra thashte kapitulli 5, letra e parë e Gjonit, nga vargu 18 deri në 20. Haleluja. Ne e dim se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton. Ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten e tij dhe i ligu nuk e prek atë. Këto janë deklarata. Nëse ti ke lindur nga Perëndia, ta kthejmë në këtë drejtim tash. Nëse ti ke lindur nga Perëndia, ti nuk mund të mëkatosh, thot, sepse e ruan veten, thot, edhe i ligu nuk të prek. Kemi një pjesë tjetër të letra e Efesinit, haleluja, lavdi emrit të Perëndis, kapitulli 6 nga vargu 10 deri në fund, ku flet për armatimin e Zotit, armatimin e Perëndis. Domethënë nëse ne zgjedhim që të veshim të gjithë armatimin e Perëndis, thot haleluja, do t'i rezistojmë djallit, ai do të largohet nga neve. A nuk bëri ndoshta kështu edhe mësuesi ynë? Në kohën e tundimit në shkretir, shkoi djalli me mashtrime, me joshje, me oferta,
Por Jezusi qëndroi besnik te fjala. Shporu, i tha Satana, se është shkruar, kishte veshur në gjuhën tonë të sotme, kishte veshur komplet armatimin e Perëndis, haleluja. Kështu që ai i rezistoi tundimit të djallit, djalli u largua nga ai, edhe zbritën ëngjëjt edhe morën për kujdesje për Zotin ton, për Krishtin. Haleluja, ti nuk do të marrësh të njëjtën gjë që pati Krishti? Ndoshta rruga që Krishti po kërkon për ty edhe për mua është e ndryshme nga ajo që ndoqi ai? As pak edhe kur mos qoftë, sepse vetë Zoti Krisht thot që unë jam udha e vërteta dhe jeta. Nuk ka rrugë tjetër që të mund të afrohemi te Perëndia përveç se asaj që na dëshmoi Krishti. Nëse Krishti i rezistoi mëkatit, haleluja, i rezistoi si njeri, nuk i rezistoi si Perëndi. I rezistoi si njeri që kishte mbështetjen e plot të Atit qiellor. Po ti nuk e ke mbështetjen e plot të Atit qiellor? A nuk ta ka dhënë Ati mbështetjen e tij të plot? A nuk të thot Ati nëpërmjet fjalës vazhdimisht qëndro, këmbgul, lutu, vigjëlo? Apo të thot Shkrimi i Shenjtë në Bibël që pastrohu, hiqi ato mëkatet, largoje këtë, largoje atë? Do të bëjmë një ballafaqim të këtyre gjërave, sepse erdhi koha që Krishti do të kthehet. Edhe Bibla na dëshmon që ndër 10 virgjëresha që ishin së bashku edhe prisnin ardhjen e tij, 5 nuk u futën. Ku shkuan? Ku përfunduan? E bëni këtë pyetje se jemi akoma në kohë, haleluja, që të reflektojmë mbi sjelljen dhe mbi kondotë, mbi udhëheqjen tonë. Thot, vargu 19, ne e dim se jemi nga Perëndia. E dini çfarë do të thotë ky varg i vetëm? Ne e dim se jemi nga Perëndia. Sikur unë të pyes ty, edhe emri yt është Astrid. Ore, ti e di mirë që të quajnë Astrid apo jo? Je i regjistruar me atë emër në gjendjen civile. Që prej së voguli të kanë thirrur vetëm me atë emër. Lavdi jemi të Perëndis. Zoti jep këto krahasime që të kuptojmë në mënyrë më të thjeshtë. Sot je i bindur ti që të quajnë Astrid apo nuk je i bindur? Bëja këtë pyetje vetes. Haleluja, se jemi akoma në kohë. Ne e dim, thot, është një certeza, është një qartësi. Ne po deklarojmë një gjë që është e patjetërsueshme. Unë e di se jam biri i Perëndis, haleluja. Por nga çfarë mënyre, nga çfarë aspekti ti e di që je biri i Perëndis? Kur ti vazhdimisht në ato dobësinë tënde thua që unë jam mëkatar, brenda meje jetojnë dy natyra që luftojnë me njëra tjetrën. Kurse fjala e Perëndis thotë që ata që kanë lindur nga Perëndia nuk mëkatojnë, e ruajnë veten dhe i ligu nuk i prek ata. Kush është tani opsioni i drejtë? Është kjo që thua ti apo kjo që thot Shkrimi? Këtë do marrim për shembull, për model jetese, këtë që ti mendon sepse është e mirë, apo kjo që ka deklaruar Shkrimi, edhe ta kërkon ty me çdo frym që ti merr në jetën tënde, Shkrimi sikur të kërkon, bëu i shenjtë sikur është i shenjtë Perëndia. Shko drejt përsosmërisë, sepse, haleluja, ashtu është i përsosur Perëndia. Cila është motua e jetës tënde të krishtere? Cila është ajo shtysa që të çon përpara në jetën e krishtere? Haleluja. Është ngushëlluesi, është fryma e shenjtë. Pa të asnjëri nga ne nuk do të mund të ndiqte rrugën e qellit. Lavdi emrit të Perëndis. Po ky ngushëlluesi, a nuk është valla ai që ka shkruar fjalën? A nuk thot letra e 2 e Timoteut që gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, nga fryma e shenjtë, haleluja, dhe është i aftë që të bindi, të korrigjoj, të mësoj në mënyrë që njeriu i Perëndis të jetë i përsosur në çdo vepër të mirë. Nuk thot që të jetë kështu ashtu, të jetë i përsosur. Është një listë me kërkesa nga vetë Perëndia, sepse ai
haleluja, këmbgul në këto kërkesa, për çfarë motivi? Sepse pagoj një çmim shumë të madh për shpirtin tënd edhe për shpirtin tim. Edhe ai ka autoritetin, ka të drejtën të këmbguli deri në fund, haleluja. Të kërkoj llogari deri në fund, haleluja, për jetën tënde. Se çfarë jete po drejton, se çfarë jete po udhëheq ti. Fjalët e shumta, thot populli i merera, fluturojnë. Po sjellja jote, dëshmia e jetës tënde është e patundshme, e patjetërsueshme, lavdi emrit të Krishtit. Haleluja. Thot akoma vargu 20. Por ne dim se biri i Perëndis erdhi që na dha të kuptuarin që ne të njohim që ai është i vërteti. Dhe ne jemi në të vërtetin, në birin e tij Jezus Krisht. Ky është i vetmi Perëndi dhe jeta e përjetshme. Lavdi emrit të Perëndis. Lexova këto vargje të letra e parë e apostullit Gjon, për arsye, haleluja, që të kuptojmë rëndësinë, domethënë, e motivacionit të ecjes ton me Perëndin. Edhe me ndihmën e frymës së shenjtë, të nxjerrim të gjitha kërkesat që ka Perëndia për jetën e çdo biri, haleluja. Nëse jemi bi, thot, jemi trashëgimtar, thot, lavdi emrit të Krishtit, haleluja. Sepse ai është biri i tij, thot, i parlindur në mes shumë vëllezërve. Nëse ai është trashëgimtar, ne jemi bashkë trashëgimtar me Krishtin në mbretërinë e qiellit. Tani të kthehemi tek tema që nisëm të trajtojmë që në fillim, sepse këto vargje që lexuam kanë një lidhje të pandar me veprën e madhërishme që bëri Krishti në kryq. Atëherë themi me qartësi, siç tham këtu, ne dim se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton. Ne dim se jemi nga Perëndia. Ne dim se kush ka lindur sërish, haleluja, e urren mëkatin. Ne dim, haleluja, ne dim, haleluja. Qysh ja bëm që ne ditëm të gjë? Ku e mësuam? Këto gjëra që Perëndia dhe fjala na thotë që ne dim, haleluja. I dim apo nuk i dim këto gjëra, vëllezër? Jemi në fund të kohëve. Kur do t'i mësojmë? Lindja sërish, haleluja, është një proces i mrekullueshëm, është unik. Lindja sërish, haleluja. Prandaj edhe u çudit, edhe Nikodemi tha, si ka mundësi që tashmë unë jam 70 vjeç? Çish mund të lind sërish, sepse ne e dim që procesi natyror i lindjes së një personi fillon nga shtatzania, fillon dalja në jetë e këtij fëmije, por duhet të kuptojmë një gjë edhe të kujtohemi gjithmonë për këtë gjë, që ky fëmijë edhe pse lind, nuk mund ta quajmë krijesë të re. Është po nën pushtetin e mëkatit. Lind po me natyrën e mëkatit. Nuk është për fajin ton, për fat keq, nuk e duam ne që të lindim në mëkat, por ashtu erdhi rjedha e historisë, për shkak të Adamit të parë, ati ton të parë që mëkatoi, ky mëkat u shtri brez pas brezi, gjenerat pas gjenerat, edhe arriti në të gjitha, edhe do arrijë në të gjitha ata që do të lindin akoma para ardhjes së Krishtit. Lindin në mëkat. Natyrisht nuk mund të akuzojmë një bebe të vogël, ti themi ti je mëkatar. Përderisa nuk kemi fakte. Përderisa nuk kemi fakte. Lavdi emrit të Perëndis. Edhe pse ky fëmijë i vogël është xha një mëkatar, jo për shkak të veprave që ai bën. Një bebe nuk mund të bëj vepra. Po përsëri ai bebe është një mëkatar. Nuk është për shkak të këqijave që ai do bëj. Jo, është një mëkatar dhe çdo e keqe që vjen në jetën e njeriu, mbasi arrin moshën e njohjes të së mirës edhe të së keqes, nuk është mëkatar dhe nuk shndrohet në mëkatar sepse fillon edhe bën gjëra të këqija. Jo, vëllezër. Bibla na dëshmon që ai është mëkatar, edhe pse është mëkatar,
a i bën gjëra të këqija. Është e kundërta. Një profesor pyet një herë nxënësit, pse është njeriu mëkatar? Edhe përgjigja spontane që i erdhi nxënësit, thotë, po se bën aksione të këqija. Do me thënë, përgjigja është në bazë të aksioneve që ai bën, i dham titullin, i dham emrin. Po faktikisht në linjën e krijimit të Perëndisë është e kundërta. Ne nuk jemi mëkatar sepse mëkatojmë. Është e kundërta. Faktikisht ne mëkatojmë sepse jemi nga natyra e lindjes mëkatar. Tani që të mund të futemi në mbretërinë e Perëndisë, ky mëkat prodhoi ndarje nga Perëndia të menjëhershme. E kemi të dëshmuar tek Adami, te raporti që kishte Perëndia me Adamin para mëkatit, te pozicioni që mori Perëndia me Adamin mbas mëkatit. Ndarje e menjëhershme. I shenjti nuk mund të kohabitoj, të bashkjetoj me mëkatin. Edhe pse ne, për fat të keqe dhe them për turpin ton, do me thënë, për turpin e të gjitha atyre që profesojnë me gojë që janë të krishterë dhe pastaj thonë që kemi natyrën e mishit. Jo, Perëndia nuk mund të jetoj bashkë me mëkatin. Sepse ndryshe nuk do të kishte vlerë vepra që Krishti kreu në kryq. Haleluja. Nëse ne do të bashkjetoni me mëkatin, mjafton të ishim thjesht fetar. Nuk kishte nevojë që ne të sakrifikonim jetën tonë, haleluja, të ndajshim nga çdo gjë e kësaj bote, siç dëshmon edhe apostulli Paul, që thotë, unë për këtë botë jam i vdekur, edhe kjo botë për mua është e vdekur. Kthehemi në lindjen natyrale, në procesin natyral të lindjes së bebes. Lindi bebeja, hyri në jetë, natyrisht ka nevojë për mësim, që të instruohet, që të krijohet, haleluja. Filloi mosha e adoleshencës, ne i dim të gjitha ato tapat e jetës së njeriut, fillojnë tërheqjet e mishit, fillojnë fornikacionet, ato fillojnë kurvëria, fillon pornografia, fillon vjedhja, fillon inati, fillon smira, fillon xhelozia. Nuk është sepse sforcohet njeriu, është natyra që ai ka lindur, i prodhon këto në mënyrë të natyrshme. Prandaj dhe fjala ne na inkurajon dhe na ezorton, do me thënë, që ashtu si ti shërbej mëkati, njëherë, tashmë bëu shërbëtor i drejtësisë. Në asnjë vend në Bibël ne nuk lexojmë, do me thënë, që fryma e shenjtë i kurajon besimtarin, mos u mërzit, nuk ka problem se ti kshuje, je i dobët, që nuk mund t'ja bësh ndryshe. Ky është zëri i armikut të shpirtit tënd që do të mbaj akoma në mashtrim, në gënjeshtër. Fjala e Perëndisë thot krejt të kundërtën. Le të lexojmë disa pjesë. Haleluja. Po para se të lexonim këto vargje, ndoshta janë shumë, po do zgjedh disa që t'i ndaj me juve. Kompletojmë kuadrin e dy lindjeve. Lindja natyrore, lindja hyjnore. Nuk kanë asnjë gjë të përbashkët. Ky ka një proces tjetër lindjeje, ky është një proces tjetër. Prandaj ju duket çuditshme Nikodemi, si ka mundësi tash që të lindur përsëri, të bëhen prapë i vogël, futen bashkë. Jo, mendonte të kthehej përsëri mbrapsht. Jo. Ajo që i ndan këto dy procese jete është kryqi. Kryqi nuk është një simbol që ne do ta marrim në qafë. Nuk kemi nevojë. Var veten tënde në kryq. Mos var kryqin në qafë. Bëj të kundërtën. Bibla të kërkon që ti të bësh të kundërtën. Haleluja, që ti të shkosh edhe të varesh në kryq, do të thotë që të vdesësh me të njëjtën vdekje, siç vdiq Zoti ynë. Haleluja. Atje do marrësh faljen e mëkateve. Atje do të hiqen nga shpatullat e tua, do të pastrohet ndërgjegja jote e korruptuar, ndërgjegja jote e ndotur deri në maksimum, atje do të vihet me shpatulla mbas muri edhe akuzuesi yt. Kush është ai që akuzon? Haleluja, të zgjedhurit e Perëndisë. Satanaj. Satanaj për vite me radhë më ka akuzuar mua. Unë me gojë manifestoja që jam biri Perëndisë, jam i lindur sërish, jam pagzuar në vitet 90. Po Satanaj mua më binte.
Thot, ti ore? Ti e palaço, ti. Shiko ç'a bën ti, shiko. Ti do shpëtosh, ty do të pranoj Zoti. Ç'a bëja unë, më mjaftonte vetëm kaq. Vazhdoja jetën time në mëkat. Derisa erdhi dita që unë u takova me Perëndin, me Jezus Krishtin, haleluja. A je takuar ti me të vërtet me Jezus Krishtin? Edhe apostulli Pali ishte personazh shembullor. Edhe pse shumë predikuese e ngarkojnë me mëkate, me pislliqe, thjesht për shkak të natyrës që ai çonte brenda vetes së tij. Po Bibla nuk na dëshmon që apostulli Pali ishte, më falni për shprehjen, ishte kurvar, ishte ajdut, ishte jo. Thot, për sa i përket ligjit të Mojsiut, unë isha i paqortueshëm, thot. Nxënës shembullor për të ndjekur mësimet e Perëndisë që kishte dhënë për popullin e tij në atë kohë. Por, thot, çdo gjë konsiderova si ple, thot, e do ta lexojmë. Deri në ditën që ai takoi Krishtin. Takoi Krishtin, haleluja, mori faljen e mëkateve, mori ringjalljen për shkak të premtimit, sepse me anë të rrëfimit, haleluja, edhe me anë të besimit që ne kemi në zemër, Perëndia na jep autoritetin të quhemi bijë të tij. Kush është birë janë të lindur sërish, kanë lindur nga uji dhe nga fryma. Do të thotë që Pali, me pak fjalë, shkoi në kryq të Krishtit, gozhdoi veten e tij me gjithçka ishte, me gjithçka kishte, edhe nuk ishte më. Nuk ekzistonte më. Edhe në mënyrë të mrekullueshme, ajo që ndoshta është edhe vështirësia më e madhe në kohët e sotme që po jetojmë, që nuk arrim të konceptojmë se si ndodh lindja sërish, është mrekulli hyjnore. Nuk është fantazi, nuk është teologji, nuk është filozofi njerëzore që të mund ta shpjegojmë. Është mrekulli hyjnore, në mënyrë të pavetdijshme ti fillon të adhurosh Perëndin. Më falni, doja të thosha që në mënyrë të pakuptueshme, ti kalon nga vdekja në jetë, nga ndarja e përjetshme me Perëndin në paqtim me Perëndin. Kjo është lindja sërish, vëllezër. E nëse ky proces nuk ka ndodhur në jetën tënde, unë të ftoj të preokupohesh, jo për të futur frikën. Ka shpresë, hiri dhe mëshira e Perëndisë është shumë e madhe, edhe krahët e tij janë akoma të hapur për të gjithë ata që do të afrohen me zemër të përulur, aleluja. Atëre, kjo mrekulli që ndodh në jetën e besimtarit, quhet lindja sërish. Tani, vështirësia më e madhe nuk është që të arrim deri te lindja sërish, sepse çdo gjë arrihet nëpërmjet besimit. Por vështirësia fillon mbas lindjes sërish. Kur lind bebeja, ju kujtohet si shtam që procesi i lindjes njerëzore, lind bebeja, fillon avash do t'i mësojmë që të flasi, do t'i mësojmë që të numëroj, kur do filloj do në shkollë do mësoj të shkruaj, do mësoj që të dialogoj me personat, pastaj do mësoj për zanati që do ndjek, do të filloj të instruohet, të shkollohet, të mësohet. E njëjta gjë do ndodhi me fëmijën e lindur sërish, bebeja që është i lindur sërish, haleluja, rikujtojeni gjithmonë, është mrekulli që ka ndodhur nga ana e Perëndis, nuk është merita jote, kështu që ti nuk mund të ndihmosh Perëndin që të lindësh sërish. Ti nuk mund të ndihmosh Perëndin. Perëndia nuk ka nevojë për ndihmën tënde dhe për ndihmën time. Haleluja. Mbas lindjes sërish përmendet një emër në Bibël, një fjalë, shenjë të ri. Shenjë të ri. Edhe në mënyrë të gabuar, domethënë, shumë predikues e ngatrojnë këtë fjalën shenjë të ri me lindjen sërish. Shenjë të ri do të thotë koha e mësimit të lindurit sërish,
Tash kur një njeri lind sërish, çaj mësojmë? Fillojmë prapë mësojmë gjërat e botës. Apo do t'i mësojmë mësimet hyjnore? Se si të rritet i fuqishëm, se si të rritet me vetë kontrol, se si të rritet me të gjitha virtytet e duhura që të mund të rezistoj sulmeve të armikut. Qa mësimi japim ti të lindurit sërisht? E inkurajojmë akoma, hajtë se sa ti jesh në këtë mish ti, mos qa pretendon ti se je bëri përsosur ti, që Zoti ti qortoj këto gjuhë, kush do qoftë që përdor këtë lloj fjalori me vllajin, me motrën, ose kush do qoftë pastor, kush do qoftë ai që predikon nga foltoria që jemi të dobët tash, që ju inkurajon në dobësi, mos e dëgjoni. Ju a them me dashurinë e Perëndis, se Perëndia nuk inkurajon që ne të jetojmë në dobësinë e mishit. Kur mos qoftë, apostulli Paul thot, a çka është lindur nga mishi, është mish, do të çojë në vdekje. Çka është lindur nga fryma, është frymë, thot, edhe të çon në jetë të përjetshme. Janë dy gjëra të kundërta, dy botë të kundërta. Lavdi emri të Perëndis. Halleluja. Tani, nëse përballemi me këtë të vërtet, ç'a do bëjmë vëllezër? Do vazhdojmë të themi, të deklarojmë që ne jemi mëkatar? Kur mos qoftë, nëse ti vazhdon akoma të deklarosh që je një mëkatar, atëre ti je në kundërshtim me fjalën e Perëndis. Edhe nuk ke autoritetin të thuash që unë jam krijesë e re në Krishtin Jezus. Nuk ke autoritetin të thuash që unë jam biri i Perëndis dhe emri im është shënuar në librin e jetës. Sipas fjalës së Perëndis, sipas mësimit të Perëndis, haleluja, që ka dhënë në Bibël. Sepse lexuam përpara, thot, ne e dim, thot, e ke qartësinë e veprës që ka ndodhur në jetën tënde, apo e ke aferuar kështu si histori, edhe munduesh të kapesh fort aty në momentet të vështira. Jo, vllai dashur, motër e dashur, haleluja, të shkojmë tek pjesa edhe faza e rritjes. Faza e rritjes quhet shenjtëria. Njohja sa më e thellë e fjalës së Perëndis, haleluja, quhet shenjtëria. Ai është procesi që do na ndjeki deri ditën e ardhjes së Krishtit. Po lindja sërish nuk është një proces. Është për besim, haleluja, për mëshirën e Perëndis, haleluja, që pa për ulësinë e zemrës tonë, na dha faljen e mëkateve, na gozhdoi në kryq në mënyrë që njeriu i mishit, ai që prodhonte vazhdimisht mëkat, mos të jetojë më, edhe na dha premtimin e jetës së përjetshme. E shkruajti emrin tonë në librin e jetës, jo sepse ne ishim më të mirë nga të tjerët, por sepse ne takuam Krishtin, edhe u bë një dëshmi e gjallë në zemrën time. Haleluja, gjithë bota mbar të vi dhe të vdekurit të dalin nga varet. Nuk më bindin dot që unë po eci në një iluzion. Unë kam takuar Krishtin, haleluja. Ti e ke takuar Krishtin, haleluja. Ja pse ka më dyshje, ja pse ka dyshime, ka vështirësi, ka kesh interpretime. Motivi vetëm është sepse duhet të takojmë Krishtin. Ai që takon Krishtin, haleluja, thot që nuk bëj konto, llogaritë e jetës time, sikur të më jetë e vlefshme, thot. Haleluja, për mua, thot, të vjetoj është Krishti, thot, edhe të vdes është përfitim, thot. Arrin ta thuash këtë? Lavdi emri të Perëndis. Të lexoja vetëm, se edhe koha kaloi shumë shpejt, tek letra e parë e apostullit Pjetër, haleluja, tek kapitulli 1, do lexoja vetëm disa vargje, nga vargu 13. Prandaj ngjeshini ijet e mendjes suaj, rini zgjuar dhe mbani shpresë të plot në hirin që do vijë në ju në zbulesën e Jezus Krishtit, si bij të bindur, mos ju përshtatni më lakmive të mëparshme. Kur ishit në padijen tuaj, si ka mundësi që thua që ja akoma mëkatar? Ndoshta ja akoma në padijen tënde, ndoshta akoma nuk e kuptuar veprën e fuqishme që bëri Krishti?
Ishte shkruar, çdo gjë që po themi sot është e shkruar. Thot, po ashtu si është i shenjtë ai që ju thiri dhe ju të jeni të gjithë të shenjtë në sjelljen tuaj. Haleluja. Në qoftë se thërisni për atë që pa favorizuar gjykon sipas të drejtës së secilit, kalojeni kohën e shtetimit tuaj mbi tokë, mbi dhe me frikë, duke ditur se jo me angjërash që prishen si argjendi ose ari jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit që është trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar Jezus Krishtit, si të qengjit të pamet dhe të panjoll, të paranjohur para krijimit të botës, por të shfaqur ditët e fundit. Lexojmë edhe vargun, haleluja, për lavdinë e emrit të Perëndis. 23. Sepse ju jeni ngjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë që mbetet për jetë. E kuptoni, vëllezër të dashur, haleluja, se çfarë do të thot i lindur sërish, haleluja. Shpëtimi nuk është proces. Kush ju thot që shpëtimi është një proces, po ju mashtron. Edhe jam gati edhe i aftë që ta përballoj çdo qoftë që do kundërshtoj këtë që sapo thash. Me fjalën e Perëndis, jo me mendjen time. Shpëtimi nuk është një proces, është një akt besimi që ti i dhurohesh Perëndis, sepse Perëndia e hapi mendjen tënde dhe ti e kuptove që je i pa denjë për t'ju afruar atij. Asnjë njeri nuk është i denjë. Prandaj ai të lau, të pastroj, të quaj ti birë, të futi në shtëpinë e tij, haleluja, dhe tani po të ushqen, po të ezorton, po të këshillon që ti nuk ke lidhje më me jetën e vjetër. Prandaj dhe Jezusi thot tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 17, vargu 17, o atë shenjtëroj në të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta. Ja pra, vëllezër dhe miq të dashur, që shenjtëria nuk është, do me thënë, një akt, është një proces. Edhe është faza e mësimit të atij që ka lindur sërish nga ujë dhe nga fryma, edhe nuk ka lidhje më me njeriun e mishit, me natyrën e mëkatit. Çka është mish? Është mish, edhe do shkojë në vdekje. Çka është i lindur nga fryma? Është frymë dhe do shkojë në jetë të përjetshme. Mirë, po ndaloj këtu me hirin e Perëndis, por do ta vazhdoj këtë temë, sepse ka akoma për të folur. Haleluja. Shpresoj që Perëndia të më përdori në hirin e tij për të qenë i dobishëm, për të prapur të vërtetën e Perëndis, sepse është një e vërtetë e vetme. Ashtu siç edhe Krishti deklaron që unë jam udha e vërteta dhe jeta. Zoti ta bekoj këtë fjalë, të kohë që na dha, e shpresoj që të jetë e frytshme për cilin do që do ta dëgjoj këtë video. Edhe do të vijojmë, domethënë, me video të tjera për këtë temë kaq të rëndësishme. Derisa Perëndia të na japi hir. Paqja dhe hiri i Perëndis qofshin me ju të gjithë. Shalom.